Aksi rrugor Rreshen Bukmir në bashkinë Mirdit vijon të dëmtuar rënd pas arrestit të fundit, duke u bërë vështirësisht i kalueshëm për automjetet. Në disa segmente regjistruar sheme të konsiderueshme të cilët kërcënojnë bllokimin e qarkullimit për banorët e zonës. Për shkak të situatës së krijuar, kryetari i bashkisë Mirdit Albert Melyshi dhe prefekti i qarkut Leshta Ulan Malshi zbarkuan në terren për të parë nga afër dëmet dhe për të monitoruar ecurinë e punimeve. Nëse ka një rrugë sot me probleme të mëdha në qarkullim është rruga e Bukmirës, që në fakt lidhet dhe njësinë administrative të Kaqinarit. Ka disa fragmente të saj që janë të dëmtuar rënd dhe që realisht është mbetet një ndër problemet më të mëdha që ka sot Bashkia e Mirdit, sepse kalon edhe çdo forcë ose kapacitet për të ndërhyrë në kuptimin për ta kthyer në gjendje normale të saj. Ndërsa për ta mbajtur të aksesueshme dhe të kalueshme, po përpiqemi me gjitha mundësitë që bashkia ka për ta mbajtur që këta banorë, qoftë Bukmira, qoftë njësia administrative të Kaqinarit të mos bllokohen. Një ndër problematikat kryesore është edhe ky aks rrugor që lidh Rreshenin me Bukmir, me fshatin Bukmir dhe gjithë njësinë e Kaqinarit. Dhe patjetër që ne do ta adresojmë dhe do të kërkojmë vlerësimin real të situatës problematikës dhe për të identifikuar pastaj edhe mënyrat e ndërhyrjes që duhen patjetër që të shikohen sipas kostove që kanë çdo variant ndërhyrje këtu apo në mënyrë tjetër zgjidhje për ta sistemuar, për të dhënë zgjidhje kësaj problematike që është krijuar masë jo vetëm nga kjo situatë e rresheve të këtyre ditëve, po masë edhe për shkak të mos mirëmbajtjes së rrugës në vite me zhbllokimin e kunetave, kusetave, tumbinave apo ndërhyrje që të ndërriten. Rruga Rreshen Bukmir është tepër e rëndësishme për qarkullimin e qindra banorëve të njësisë administrative Kaqinar, të cilët varen në ky segment për të lëvizur drejt qendrës urbane. Ndërhyrjet në terren pritet të vijojnë edhe në orët e ardhshme.